Nga dita e nesërme fillon llogaritja verore e orës. Kësaj sonte pas mesnatës akrepat e orës do të zhvendosen një orë përpara, pra nga ora 2 në orën 3. Ndryshimi i orës bëhet 2 herë gjatë vitit, të dielën e fundit të marsit dhe të dielën e fundit të tetorit, me qëllim që të shfrytëzohet sa më mirë energjia diellore. Por si lindi koncepti i orës verore? Ishte viti 1907 kur anglezi William Wheeler paraqiti idenë e kohës verore në mënyrë që njerëzit të mos siçonin kot orët e çmuara të dritës gjatë mëngjeseve verore. Wheeler e mendoi këtë ide në mënyrë që t'i nxirrte njerëzit nga shtrati më herët duke ndryshuar orën. Ai propozoi që ora duhej të shtyhej për 80 minuta në 4 hapa progresive gjatë muajit prill dhe në të njëjtën mënyrë gjatë muajit shtator. Wheeler pastaj e kaloi pjesën tjetër të jetës së tij duke u përpjekur për t'i bindur njerëzit se skema e ishte e duhura. Për fat të keq ai vdiq nga një grip në vitin 1915 në moshën 58 vjeçare, një vit para se gjermanët të adaptonin planin e tij për ta ndryshuar orën më 30 prill 1916, por jo për 80 minuta, por për 60. Britania më pas ndoqi këtë ndryshim më vonë më 21 maj. Akti i kohës verore ishte miratuar nga Parlamenti i Britanisë më 1916 dhe më 21 maj 1916 ishte dita e parë e llogaritjes së kohës verore, por nuk ndërrohej gjithmonë për një orë. Orët sot vendosen pothuajse gjithmonë një orë para ose prapa, por përgjatë historisë ka pasur disa ndryshime, si gjysmë rregullimi me 30 minuta apo rregullimi i 2 fisht me 2 orë dhe rregullimet e tjera për 20 dhe 40 minuta. Një rregullim 2 orësh ishte përdorur në disa vende të ndryshme gjatë viteve të 40 të shekullit të 20. Një gjysmë rregullimi ishte përdorur në Zeland të Re në gjysmën e parë të shekullit 20. Në Australi ndërkohë ora dikur shtyhej apo kthehej për 30 minuta. Prej vitit 1981 u vendos ndryshimi i orës që përfshin të gjithë Europën, ku në shumë shtete të saj akrepat lëvizin 60 minuta përpara. Norma europiane përcakton në mënyrë të qëndrueshme datat e fillimit të periudhës së orës verore, ku akrepat lëvizin 60 minuta para dhe orës dimrore kur shkojnë një orë pas. Ndryshimet bëhen të dielën e fundit të marsit dhe të dielën e fundit të muajit tetor. Ndërrimi i orës ka si qëllim kursimin e energjisë elektrike dhe shfrytëzimin e dritës së diellit. Pas ekuinoksit pranveror, dita fillon të zgjatet dhe kulmin e saj arrin më 22 qershor, me 15 orë ditë dhe vetëm 9 orë natë. Ora verore do të zgjas deri të dielën e fundit të muajit tetor, kur akrepa do të kthehen një orë pas.